A ka sot në fitness ma shumë klienta, a trajnera? Shumë gym bros mënën me vrejt që dikur kur ke dash me marrë një trajner personal, ai tipi u konë në zo, u konë një licensum, me bo programe specifike për trupin tënë. E nditë sodit, me një search shpejt në YouTube ose TikTok, mënësh mi gjetë me qindra e mia video e planet ushtrimeve, dieta e qka do qofë që ti e ly. Interneti e ka bo fitnessin ma të kapshëm edhe ma të let kuptushëm. Shumë e vërtet. Zgjerimi i dijenis duke i marrë bazat, motivin ose edhe me fillu rrugtimin me video e plane të ndryshme është diçka shumë pozitive. Po tash kjo ju jep hapësirë të gjithë njerëzve me komentu e me shpërnda dezinformata për arsye përfitimi. Plot influencera që jamojnë veti trajnera, shesin plane online të cilat janë të bo me copy-paste. Ushtrime të rrezikshme edhe me potencial mu lëndu, dieta ekstreme që t'lojnë ty në deficit ekstrem kalorik, e bile edhe premtime të rreshme që demek ti ke me u transformu për 30 ditë. Shumë njerëz ndjekin këshilla që jo vetëm nuk sjellin progres, po edhe kam potencial më të lëndu ose më dëmtu ty në shëndet. A i bjen kjo që industria e fitnessit u bastardizu me ardhjet e internetit. Ti mënesh me thonë që e ka demokratizu, se secili njeri mënet me pas opinionin e vet, edhe ndryshimet mes trupave dhe metabolizmit mes njerëzve gjithmonë bojnë që diçka me funksionu për dikën e për dikën tjetër jo. Ama me një anë e ka banalizu komplet, se ty nuk vjen kurrë ma shumë se një bio e rrjeteve sociale për me qujt vetën trajner. Në fundit, përgjithësia mbetet tek individi. Ti dush me dit vet prej kujt i merr këshillat e njëkohësisht me qenë shumë i kujdesshëm në këtë aspekt. Interneti mund me qenë mjet shumë i fuqishëm që ne mundemi me përdorë në mënyrë shumë pozitive, po njëkohësisht ekspertiza e një trajneri është e pazëvendësueshme. Në fund të fundit, eksperienca mbi të gjitha. E ti si gjithmonë mos harro me bo follow urbanin, se dhe subscribe në YouTube.